Përshëndetje shenja peshores, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prisëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 5 shpatat, rrota e fatit, forca dhe 6 kupat në të kundërt. Atëherë në gjendje personale duket se ju po dilni nga një gjendje tensioni, një konflikt që mund të mos ketë qenë vetëm me të tjerët, por edhe me veten tuaj. 5 shpatat tregon një plag krenarie, një zhgënjim ose një moment ku ju ndoshta jeni ndjerë të keq kuptuar, të lënduar ose të detyruar të mbroni veten emocionalisht. Por rrota e fatit është pika e kthesës, ajo nuk kërkon leje. Rrota e fatit ndryshon drejtimin e energjisë dhe e ndryshon në mënyrë të papritur. Kjo do të thotë se një cikël po mbyllet, një periudhë që ju ka lodhur shpirtërisht po largohet gradualisht. Forca, strength, është karta që tregon se ju nuk po fitoni përmes agresionit, por përmes vetë kontrollit. Ju po mësoni të mos reagoni menjëherë, të mos shpërtheni, por të qëndroni në qendrën tuaj. Ky është një nivel shumë i lartë maturie shpirtërore. 6 kupat në të kundërt tregon një shkëputje nga e kaluara. Kjo nuk do të thotë me patjetër se është një shkëputje e dhimbshme, por është më shumë si një zgjim. Ju po e shihni të kaluarën pa idealizëm, një person, një kujtim ose një ndjenjë që nuk ka më të njëjtën fuqi mbi ju. Kartat këshillojnë që ju duhet të ndaloni së kërkuari drejtësi emocionale nga ata që nuk janë në gjendje që t'ju japin atë. Fuqia juaj këtë javë vjen nga aftësia për të mos reaguar ndaj provokimeve dhe për të mos u kthyer në versione të vjetra të vetes suaj. Kalojmë në familje ku kemi 3 kupat, faqja e shkopinjve, faqja e monedhave dhe 2 shkopinjt. Në familje energjia duket më e lehtë dhe më, si të them, më shpresëdhënëse, sikur ka një ndjesi afrimi, sikur ka një ndjesi komunikimi dhe ndoshta një lajm i ri ose një fillim i ri. 3 kupat tregon bashkim, mbështetje dhe atë ndjesinë se nuk jeni vetëm. Dikush mund të tregojë dashuri, mirëkuptim ose të përpiqet të krijojë një lidhje më të ngrohtë me ju. Këto 2 faqet, faqja e shkopinjve dhe faqja e monedhave, tregojnë fillime. Kjo është energji e re që nuk është plotësisht e zhvilluar, por është e sinqertë ama. Dikush mund të përpiqet të ndërtojë një marrëdhënie më të mirë me ju, ose ju mund të ndjeheni më të hapur për të ndërtuar diçka ndryshe me familjen tuaj. 2 shkopinjt tregon një vendim që po piqet. Ju po shikoni përpara dhe po vendosni kufijtë tuaj. Kartat këshillojnë që ju duhet të lejoni lidhjet që janë të sinqerta të afrohen, por pa sakrifikuar drejtimin tuaj, sepse jo çdo afrim kërkon që ju të humbni veten. Pra nuk ka nevojë ta humbni veten. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 3 shkopinjt, djalli, 5 shkopinjt dhe mbreti i monedhave. Kjo duket si një nga sferat më intensive këtë javë për ju. 3 shkopinjt tregon pritje. Ju duket se po prisni diçka, një zhvillim, një përgjigje, ndoshta një shenjë. Ju e ndjeni se diçka po vjen, por nuk është ende këtu plotësisht. Më pas shfaqet djalli. Kjo është një kartë shumë e fortë e lidhjes karmike, varësisë emocionale ose tërheqjes së thellë fizike dhe psikologjike. Mund të ketë varësi të çfarëdolloshme, varësi nga pija, varësi nga drograt, varësi nga lekët,
varësi nga seksi, varësi nga të gjitha llojet e veseve. Kjo mund të tregojë një person që ka ndikim shumë të fortë mbi ju, dikë që ju e ndjeni edhe kur nuk është pranë jush. Por djalli nuk është gjithmonë negativ. Ai tregon lidhje që janë të fuqishme, por që kërkojnë vetëdije. Pra ju duhet të pyesni veten, a ju fuqizon kjo lidhje apo po ju konsumon? 5 shkopinj tregon konflikt, tension ose konkurrencë emocionale. Kjo mund të jetë në si një lloj konflikti i brendshëm ose sikur një pjesë e juaja dëshiron stabilitet, ndërsa një pjesë tjetër është ende e lidhur me një energji më kaotike. Më pas kemi mbretin e monedhave. Mbreti i monedhave është figurë stabiliteti, një person serioz, i qëndrueshëm, i fortë dhe i sigurt në vetvete. Ky mund të jetë një person që po hyn në jetën tuaj, ose një transformim i një personi ekzistues, ose versioni i ri i një lidhjeje që bëhet më e qëndrueshme. Ose ky mund të jeni ju vetë i konvertuar në këtë lloj personaliteti të qëndrueshëm, sepse ky mbret nuk ndjek, ai ndërton. Ky mbret i monedhave nuk premton, ai realizon. Dhe narrativa shpirtërore këtu mua më duket sikur më thotë që ju po kaloni nga një lidhje që ishte e bazuar në intensitet dhe varësi emocionale, dhe sikur po shkoni drejt një lidhje që është e bazuar në stabilitet dhe realitet. Pra, këshilla nga kartat është që ju duhet të zgjidhni atë që ju jep paqe, jo vetëm atë që ju jep intensitet, sepse intensiteti mund të jetë dehës, por paqja është ajo që ndërton një jetë. Pra mos ndiqni atë që ju trazon shpirtin, zgjidhni atë që ju stabilizon. Por gjithashtu nga ana intuitive unë ndjej që ndoshta për disa prej jush, jo për të gjithë, mund të ketë një konflikt në lidhje me paratë. Edhe për këtë gjë ndoshta ju jeni të acaruar, të shqetësuar, të mërzitur, të nevrikosur, të frikësuar ndoshta. Dhe duket sikur jeni në pritje, domethënë për të marrë disa para ndoshta. Dhe kjo pritja ndoshta del jo e frytshme dhe ju acaron, ndoshta shkakton kaos për shkak të disa parave, që nuk janë pak, është një shumë e konsiderueshme. Kalojmë tek puna. Në punë kemi drejtësinë, mbreti i shkopinjve, 9 kupat dhe 4 shkopinjt. Puna po më duket shumë e bukur. Sfera e punës duket si një nga kombinimet më të forta për sukses dhe për stabilitet. Drejtësia tregon balancë karmike, ju po merrni atë që meritoni. Nëse keni qenë të drejtë dhe të përkushtuar, rezultatet po afrohen. Mbreti i shkopinjve tregon autoritet dhe leadership. Ju po hyni në një fazë ku të tjerët ju shohin si një figurë të fortë, dikush që e di çfarë bën. 9 kupat është karta e përmbushjes së dëshirave, diçka që ju e keni dashur mund të realizohet. 4 shkopinjt është stabilitet, sukses dhe themeli fort. Mund të jetë sukses profesional, stabilitet financiar ose një ndjenjë sigurie që po ndërtohet. Kartat këshillojnë që ju duhet të besoni në autoritetin tuaj. Ju nuk jeni më në fazën e kërkimit, ju jeni në fazën e manifestimit. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi Magic. Magic nuk është një kartë iluzioni, është kartë e fuqisë suaj krijuese. Kjo kartë thotë
Thotë se ju jeni në një pikë ku mendimet, emocionet dhe vendimet tuaja kanë fuqi të menjëhershme për të formuar realitetin tuaj. Ju nuk jeni më në një fazë pasive, sepse ju po e ndërtoni vetë fatin tuaj. E magjia këtu është vedia juaj, kur ju ndaloni së ndjekuri atë që ju dobëson dhe filloni të zgjidhni atë që ju fuqizon, sepse realiteti fillon të ndryshojë shumë shpejt pastaj. Në një përmbledhje të shkurtër, unë do ta përmbledhja kështu. Pra, gjatë kësaj jave duket se ju po largoheni nga një version i vetes që jetonte në konflikt emocional dhe po hyni në një version që jeton në vetë kontroll, stabilitet dhe vetë respekt. Në dashuri ju po përballeni me një zgjedhje midis varësisë, që është me kartën e djallit, dhe stabilitetit. Në punë ju po hyni në një fazë shpërblimi dhe fuqie. Në shpirt ju po riktheni kontrollin mbi veten tuaj. Paçim.